Dashur që kus transferimet jena me episodin e radhës të rubrikës së tifozit. Podcasti jon Lojtari 12 është pikërisht me këtë emër sepse ftojmë tifoz ku dihet që tifoz është Lojtari 12 i ekipit. Sot e kam ftuar një tifoz të Arsenalit. Së vjet kanë marrë shumë zemër sepse me drejt janë vend parë. Afër me është tifozi me emrin Blan. Blan, faleminderit shumë që na ke shkruar që ke ardhur. Faleminderit edhe juve. Bleki, blerim ç'më thirr. Ç'është dush, Bleki? Bleki më mirë. Blan, përshë që ki fanellën, që kjo është e sezonit 2022-23-24. 22-23. Po është e kësaj periudhës ku ja keni nisë me luftu për titull, a? Po, çasaj periudha që na ka mujt City, sekondat fundit. Kena dështuar edhe vet. Po. Po, shpresat e fundit që thonë, për momentin janë klubi më i mirë në Evropë, në botë. Blan, Kallzana shiramu pak se janë të parë. Kallzana që ka duket sezoni, edhe ka duket që jeni më afër sikur me marr ligën. Po, kur më afër se na kon. Edhe pse jena kon 2 pikë fund sezonit 2024-25, para 2 vjetë, Edhe herë me Tottenham po më duket që huqi një rast soni diçka u buç aty. Po, që atë e ka pas i notin ata, s'kan çeva tani me na po mirë, si lofaj, as na s'kena çef mi po mirë, as kur si kena po mirë. Po, Kallzana tash Blan, do thon 3 vjet rresh vend dyt. Ti sa vjet i ki? 24. Që bjen ti e 2001. Po, sakt. Që bjen kur bërë Arsenali kampion 2004-ën, pas i humbje, ti kërkon 3 vjet. Ç'është ke përjetuar atë moment? Pyetje shumë e saktë, si ke përjetu, po video ti kum po. E ke pa video, po. Normal, që ajo kryesore. Do të ty pas kara kryesisht Fakupa me festu. Fakupa, Community Shield, ato thjeshta që janë, po. Apo trofeën. Që dorën zanë unë jam me Chelsea ti e den, po nuk po them që gëzona për Juve, po mendoj që na shtash momenti që mu zuti fos Arsenalit. Hera fundi që nikon ofrin trofeu më të madh kon 2019, pikërisht kundër Chelsea-t, e marrën në finalen në Baku për Europa League, 4-1. Që shkon çaj moment që ki prit çat finale, se kuptohet rival Londrës për herë të parë në finalen europiane. A ke prit fitore, ose kon në lufta kush shkon në Champions League? Po, kom prit fitore, valla se kom prit që kon një çasi loje 4-1 me na mujt, sidomos edhe me lojtar tonin aty. Me Giroud, po. Një lojtar që më ka pëlqyer më shumë. Okay. Po, kur e kom pa me ndres të kaltër, më ka prirë zemra krejt. Kallzom tash edhe videot mas loje që i ka qit. Faleminderit Arsenal. Megjithëse tash po del në intervistë apo thotë që adin Aloja më shumë gunner, që s'pëlqej shumë. Po nëse Champions League ka fituar me neve, Europa League me neve, me Juve, garanton FA Cup, a? FA Cup, po. Ja 2, a? Golden e kipo me Solskjaerin që ka bë tika-taka. Po, 2013-14. Po. Blan Kallzona kështu si tifoz i Arsenalit, tash po të nguci pak, po sa është vështirë me kon tifoz një klubi që dorën zemrën gjithmonë është i fortë, po kur se bën atë far hapin në final, domethënë prej 2004 që shtam s'ka fituar Premier League, Champions League mo s'ka fituar asnjëherë kon finalin 2006-ën, garanto ato aman mana, 5 vjet, a? Po, ato më man, po. Ti ke qenë një keq. Po, keq. Po, karton kosh që ka marrë për tjerë Arsenalit, pa pikë në loje. E ma isha që ka marrë të Kuqlemani, çush e bë për tifoz i Arsenalit, masi adin. Se zakonisht njerëz bën tifoz kur e shohin dikon të fitu. Ti te ke qenë shumë i vogël që më mrri pjesën e epokës së art. Çush e bë tifoz? Ka një histori shumë interesante, dikon të luajt futboll për vllaznimin që jena konkret vazhdel, që jena pas litar. Po, po. Dikon u 11 udhëheqja çto ty anis. Edhe na kanë lyp ata se masi kanë pas fonde me jap fanella, na duhet fanella tona, i kam thon babës blema i fanell, më ka ble fanellën e Rosicki ta si farbak. Ne shohim pak më vonë, po. Ti më gjashtë, po. Rosicki kena pas, edhe pjesa e dite kur shisha atëherë kon edhe do vakt vllavi jam fan si Barcelonës, e më pëlqej shumë Henry edhe Xavi, po më shumë Henry më ka pëlqyer. Edhe kur më ka tregu baba, kur më shy më shumë histori, kur mbaj që Henry ka luajtur në Arsenal, unë dresin Rosickit, e ku marr pasionin që mi suportua ata. Edhe besoj deri tash nuk ka dalë një farë zgjedhje e mirë, po shpresa shtash vdes e fundit edhe kismet si vjet. Ki besim a? Kam besim, besa një kaçë të fuqish me trofeje mi fetu. Kaçë, kuptimin Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup. Nalëm te Carabao Cup, që në finale a parë me Chelsea 2-3 fitut jo, në poshtë. Loja tjetër më duket është me 2 ose me 3 shkurt. A beson që Carabao Cup është trofeu më i lehtë që mundi me marr, ose më i mundshëm? Apo Premier League është për momentin është më i mundshëm që kena. Jam vetëm 2 lojë, edhe në finale kundër City na kena një statistikë shumë të mirë. Kena mujtën Community Shield, kena mujtën FA Cup, Super Cup, po. Edhe nuk është, edhe si vjet nuk janë mod që janë City më përpara. Nuk është njëti. Thuaj që ka distanca 7 pikë që me City tar Premier League
S'bën përshtypje. Në momentin vesh kam urrit më shumë. Po thua? Po valla, Ka dhënë shpresat që ki për ndeshjen me Manchesterin. Manchesterin poshtë Cityn, ja ka bënë një favor të vogël opse ju barazut me Nottingham. Sa mendon që mundet United, zakonisht Manchesteri pse s'është në formë që na shta 10 vjet të bëj kampion, po sa mendon që mund United sepse në derbi zakonisht goxhalun mirë. Po, zakonisht edhe ne kur na kom shumë dop më përpara me Tottenhamin, gjatë kena mujt. Okej. Në Stamford Bridge kena hub që Mos 7-8 vjet diçka. Top më përmendën në komente shumë. Po bre e di, Chelsea se kanë poshtë Arsenalin prej kushtit 2018. Vendas o fjala 3-2. Tonë kanë poshtë në Europa League 2019 edhe kanë poshtë Musafer në gusht 2021 0-2. A është ashtu plan? Çashtu po, saktë. Më thon, unë klubi që kam më shumë ti mërzin kuptimin që kam rivalot Arsenali dhe fatkeqësisht na kanë shtruar zullumin. Po ku më të mërztu se ka thon për Chelsea. Për Unitedin. Për Unitedin po. Është edhe pse loja më ka pëlqyer shumë kundër Cityt normal, ata rival me Juve i vetmi problem që mu i më thoni është se i kanë lojtar të pushut edhe kanë pas kohë me na studion edhe Champions League. Po, ai kanë domos u short fushishëm që muin me ngajt non stop. Ka zëvendësime, ka Mainum, Casemiro është në formë. Bruno Fernandes është ndër lojtarët më të mirë mendim të në Premier League. Edhe pse unë është më thonë është pak mendje e madh, pak që vesh çet kojde më thonë. Shumë Fernandes. Po apet statistikat mas ti është, ai ka marrë një ekip si Unitedi, edhe pse janë dalë vend 16-in, 15-in vjet. Që 6 vjet u kon më mirë. Po, që tash janë vend 5-in, do të nemi apo 17. Ka tifoz Manchesterit që nuk e dojnë Bruno Fernandesin. Po kallzom te Arsenali kush mendon që është më i miri, megjithëse është një sa interesant te puna e mbrojtjes. Gabriel ose Saliba, edhe unë mendoj që është po më arma kryesore për Arsenali luft për titull. Dihet që rekordi për mas pakti golla në Premier League ka Chelsea 2005 me veç 15 golla në sezonin, ju i keni sa 14. Po. Gjysmë sezonit. Pra po është arritje fantastike. A mendon që më shumë se sa reporte tjera të Arsenalit, më shumë t'ia kanë imun mbrojtja që 3 vjet që bëu që ka fardyshja Saliba, Gabriel që po krahasojnë me Terry Carvalho, Vidic, Ferdinand. A mendon që Saliba dhe Gabrieli nëse bëhen kampion çet sezon shkojnë atë farë mojnë më të lartë të vlerësimit. Sigurt. I vetmi san që i mungon atë vëdëve është çaj titulli. Një titull i mungon. Se momentin që kanë fituar atë titull, unë kam të thonë top nishe. Top nishe janë ata. Me njerë shtyhesh me neve. Me njerë shtyhesh. Po që kjo probleme me këta se me bu me fitu këta ligën që tash, edhe që tash zdurohen apo me krenari, le me vu me fitu. Po ja, prap mendoj që çore si ekip kështu, e keni pas një farnof ke maturanta. Këto ja kanë lënë duket sepse mas u shit Henry e pat një periudhë ku për shkak të investimit në stadium që redione, o dash me bler kryesisht lojtar 3 edhe rrjedhimisht çajo ndolli që smujt ju me pas shumë sukses. Do thonë erdhën lojtar pak më mediocre pati periudhë 2010-11-12 ku ju mujk Manchesteri 8-2 e keni pas dhe humbje pak më kështu. A mendon që për një epoka në kuptimin epoka e artë një klubi ka mund definu me që titull, që tani me vazhdu në Arsenal për Champions League, me që të ty që shpëndohësh me vetë besim 4 titull pëthuas i vetë Champions League-ën. Po, kismet valla. Unë jam shumë i sigurt, nuk është klub në Evropë që mund me na mujt në 2 lojna përveç Bayernit, edhe nëse rrim vend parë s'kena mi pa deri në finale. Përveç Bayernit. Përveç Bayernit, po. Bayerni është klub me Bayern kanë shumë përvojë të keqe. Nëse kohët të fundit se vjet fakta bën që vjet i keni mujt, po mdohet. Si vjet i kena mujt, vitin e kaluar na kanë mujt Parisi 2024 na ka mujt Bayerni sezonin e kaluar Parisi me Krynia Vazhdar. Bravo. Parisi kanë poshtë më në jashtë domethënë. Po. Si vjet edhe sipas bookmarkers ato që janë Arsenali favorit edhe për Champions League, po a mendoj që ka më ndiku fakti që finali e kon veç një herë 2006, tash pak po bëj ka 20 vjet që kon finale. A mendoj që ka më ndiku përvoja edhe lejtarëve po edhe Artetës. Arteta është trajner që 6 vjet, domethënë ky ka ardhur prej një asistenti të bëu trajner. So ka më ndiku përvoja ati edhe adin se zakonisht kejtojnë që për Champions League një trajner që s'ka fitu kurrë rall do për shembull Enrique e mori sepse ka pas përvojë në Barcelonë. Para atij e Patmara Ancelotti ka pas përvojë. Para atij Tuchel deri diku përvojë. Para atij në kundoj si Zidane kështu. Arteta është relativisht i ri dhe trofeu më i madh që tham është FA Cup. So më që ka më ndiku kjo që s'ka përvojë edhe që shtojnë anglisht buckle under pressure, ku të bëhet puna të hapi final. Po, është vërtet nuk ka experience, po gjithkush janë nis dikur. Për shembull, edhe Mourinho s'ka pas experience me Porto në shku deri në finale dhe ka fituar. Me Mourinho mos pa krahasoj bas. Po, me Mourinho ta krahasoj? Ja. Ja ta krahasoj. Po, çush, me çfarë argument më krahasoj me Mourinho? Arteta, për shembull, nuk është në një nivel që shkon Mourinho, okay, në rregull, krejt ato. Po, nëse Mourinho se kishte thënë në Arsenal 2020 që shkon, tash Arsenali shkon në Championship, nuk i shkon në parë. Mourinho ai kish dështu kish ik mas 2 vjet e nuk po moj më.
Shkret tjetër ka. Mourinho për kontekst e ka bërë Chelsea kampion 2005 mas 50 viteve pa titull kampion, plus tani e ka mbrojtur titull në 2006. Edhe ku jena te Mourinho, nesër në fakt, mas jena të fol për këtë pjesë, po e bojmë një farë krahasimi të lehtë këtu, masi veç e përmendë se s'ka shka ta përmendni, po masi folë ti, po bëjone. Kështu që i kena dy ikona, Jose Mourinho dhe Arsene Wenger. A kemi rri Wengerin a e koni vogël? Po më që shoh Wengerin e kumri. Nëse ky në fakt 10 vjet. Ky e kalon 2018, kështu që ti ke kon tamam. Ky është edhe debat për të tjerë, po bëjmë na debatin këtu. Mourinho Wenger. Ti e din që Wengeri domethënë i ka sa titull me Arsenalin, Premier League. 3. 98, 2002, 2004, po. Mourinho i ka 3, po dallimi është që Mourinho ka më pak vjet. Domethënë, arsyeja pse unë mendoj që Wengeri është pak overrated, i mbivlerësuar që thojmë na, është sepse ky ka ardhur në 96 trajner. Po, Japonis. 96-ën, ka dalë në 2018-ën, që pi bjen 4 edhe 18, 21 vjet, 2 ashtu. Po, ashtu. Për 21 vjet 2 ka marrë 3 titull Premier League. Po, duhesh më këshyra edhe kanë ka pas kundërshtar Baca Mourinho. Mourinho ka ardhur në 2004-ën, u bë kampion 2005-2006, e kalon Chelsea në shtator 2007, u kthyi prapë në 2013-ën, ka nejtë në 2015-ën, u bë kampion prapë. Domethënë 3 tituj për diku ndoshta 5 sezona plot, krahasim me 21 sezona. A 18 sa bjen. Po, vesh Abramovicin mi pas Arsenali edhe Wengeri, kishte thyer rekordin e Unitedit. Kanë spat mundësi me bler Arsenalin atë kohë po thotë. Ti vetë përmend edhe parë 2006-ën, 2007-ën që shitëm Henry i kena shit Nasin, Kolo Touré te Manchester City kena shit shumë lojtar se ka pas kë më ndërtu klubin me pas një stadium. Pse e bë stadiumin vëlla? Pse e bë stadiumin? Ama me vjetë o koni vjetë stadiumin ka pas fansa, o kon klubin rritje, o duhet një stadium që është adekuat për Arsenalin. Në rritje, po Arsenali u bë kampion 98, 2002, 2004 në Highbury. Po. Tash më nëti që ja ka vlejt me bën një stadium dhe me paguat çmim që mos u bëmë kampion 20 vjet. Për shkak që më rrit klubin. Po klubi rritet të fitua vëlla. Rritet edhe klubi të fitua, vërtet është ajo. Po, esenca kon stadiumi kon shumë i vjetër. Siç thash Old Trafford është stadium shumë i mirë. Po, vërtet. Vesh një pak shi bjen 10.000 litra shi bjen edhe përmbytet ke stadiumi, duhet më na loja. Ka ngut Manchester në lo para loje. Okej, fakti kena pa dhe pami kur patrashi shumë që po Old Trafford prap, atë ka 70.000 ulse tash. Emirates i ka diku ashtu. 66 ashtu. Highbury kon shumë i vogël, edhe Chelsea i ka pak 42-3.000. Kështu që prap mendoj që ajo sakrificë që u bë me bë stadiumin që atë një shit tash lojtar të mos më mujt me kompenzu. S'besoj që nëse kishin pyet tifoz, po edhe hierarkinë e klubit në atë kohë kishin pranuar. Nëse ishte vërtet, nëse e ki ditë, po kur çdo sekondë e sigurt në kohë, kena pas një trajner si Wengeri që ka zgjedh vet, mi bë çat stadium edhe ka besuar. Vend 4 del ke gjithsesi për rëndësi. Vend 4, po ata kena pas, na. Sot ju me kontinentin në vend 4, ta. I farku jo valla, vesh umet ashtu se kur si na kontinentin në vend 4 të mal. Një klub për shkak se unë që kom pas që 20 sa vjet kur një temë mi fitu ligën, ma që vendi i parë synimi. Para më në çka keni me bojë nëse boj kampion me postim. Unë biletën për Londër. Do më shku. Fill. Në maj. Direkt. Tash para më në. Sa jam të pritur ne, më shku me pa Chelsea me atë paradën që bojnë për Londër. Po. Do më shku çifti Bleonit me Arsenal, so bo kampion që 20 vjet, jo 20, 22. Shku para meje. Tash o jeta fair. Është shumë fair. Si nuk e meritani jo. Kush e meriton? Nuk e meritani. Allah po. Jo. Çunë pota para një javë tifozën e Manchesterit Benin, edhe ai ka shumë optimist edhe shumë krenar edhe shumë vetbesim që Manchesteri ka bërë kampion për 2 vjet. Tash, okay, jo jeni shumë afër saj, po a mendoni që një krenaria e Londrës ajo? Po. Sigurt. Se kështu në pankartën e përksi banera stadium Pride of London në Chelsea çet. Arsenali se çet, e di që ne po na e dim që ato s'kena nevojë më prezantu si era. Ç'është mbron ti këtë argumente që Arsenali është krenaria e Londrës? Ç'është mundesh mi krahasu për shembull 3 champion, sa është diçka se ka fituar Arsenali me 8 titull më tepër. Arsenali ka 13 Premier League, Chelsea ka veç 5. 6. 6 i kanë ana. Po veç për më kon krenaria në qyteti, po pas pak bagazh në Evropë. Po, vesh, ju jeni Champions League, Europa League. 10 vjet e fundit, 20 vjet e fundit një kont fort, nuk jeni pi historisë këtë Premier League. Edhe ju jeni kon veç 2004 të poshtë. Po, okay, 2004 deri në 88 që na shkosh shumë më gjatë se 2005 deri në 2025. Po, atë ti Bleon se te ke. Edhe ju jeni në al poshtë. Pidisë sanët, po dush me kuptu që pa pas diçka në Evropë, pa pas me çka me pas bagazh me një fjalë, apo din
Se thonë ti mundesh të shkoni mirë në Koishi, po pa dalë atë pak jashtë. Po, edhe Tottenhami ka 3 Europa Liga të fituar, po kush e respekton ata si klub? Po çfarë Tottenhami se respektojnë, po s'u bë kampion shumë aty, diku që mdokët prej viteve të 70 apo një herë, 2 herë. Edhe Evertoni si klub ka më shumë liga se Tottenhami. Që ta se respekton kërkush. Foresti ka 2 championsa, një championse ka. Aston Villa ka 2. Çfarë kena folë edhe me Benin, në pyetjen njëjtë do ta bëu ty. A mendon që kur një klub kalon një kohë gjatë pa fitu, mundësia që tifozët e rinj kuptimin që vinë në rritje, më raq kjo? A ka tifoz të rritë Arsenalit, sepse Arsenali s'ka pas sukses që me pas shumë tifoz. Po, ka, kjo shkën edhe me familje dishysh nëse rritesh të po Arsenalin edhe ti bëhesh fan si Arsenalit. Unë s'kum pa kur për shembull mi pas dikush babën fan si Arsenalit, më kon me Chelsea djali. Unë kam babën në Barcelonë, mamën në Barcelonë, unë jam me Chelsea. Nëse me Barcelona ka bashku Messi. Po të domethënë është veç Arsenali, s'ka veç Arsenali. Unë vllavin e kam pas me Barcelonë. Vllavin në Barcelonë, babën? Baba nuk ka këshir fort. A veç me Shqipninë e Kosovës më atë. Atër Juve. Po, çfarë? Po vazhdojmë edhe me një debat mëshëm që bëhet në Premier League mes dy ikonave, Didier Drogba dhe Thierry Henry. Unë e kuptohet si tifoz i Chelsea ose si themi adhorus, shkoj kënej pak, ke Drogba që mirë. Po duna me pranu që futbollisti më i mirë në kuptimin e peshës që ka pas për klubin është ky kënej, kështu që po duhet pejteja pak më jap një farë. Tash ti se ke mbri shumë në rinj, që 2007 ai pa dal, po çush e kishe përkufizuar, është më i miri gjitha kurave në histori i Arsenalit, edhe ku është listën për Premier League më i miri gjitha kurave. Për Arsenalin është i pari. I pari më thon, The King. Statuën e ka para stadiumit. Ai është Tony Adams i dyti, edhe pse është shumë i ri. Tony Adams është Mr. Arsenal. Tony Adams është anglez, është ta dashur pas si far figura angleze, Arsenali s'ka pas. Manchester ka pas çfarë di Beckhamin e këta në villën e këta, Chelsea Lampardin, Ronin po, Liverpooli Gerrardin, Arsenali s'ka pas fare ka bëj Tony Adamsin. So kon komedi çat titull ka fituar në 88-ën, s'po dia kanë rritë 88-ën ajo. Ai 3 titull në 3 dekada ndryshme kam rritë. Tony Adamsi po, 88 i bjen, 98 edhe 2002. Po. Okej, për respektojmë Tony Adamsin. Për Premier League në histori, jam që Henry është për momentin nuk e di me kam mundsh më krahasu. Pa Cristiano, Shearer, Gerrard, Lampard, Messi, Gerrard, s'po më thon se s'ka fituar Premier League. Falni start me gjuhën tifoz, po u pa bëj start një farë analizën në Sky Sport me Carragherin në Villa do të tjerë dhe e kanë bërë domethënë i kanë dalë lojtarë që kanë në Premier League. Sa titull Premier League, sa kupa, sa Champions League, sa Golden Boot, sa në Evropë. Edhe dul që Thierry Henry dul me diku një pikë që më shumë se Cristiano, Tony Shearer, Lampardi, Drogba, Gerrardi çështu. A mendon që i vetmi për pozitën e sulmuesit Henry Drogba, po besoj pajtohesh që Henry. Po, normal, është sigurisht. Tash me dashur me ta thonë ti një fakt që Henry s'ka bëu gol finale. Drogba i ka bëu 10 ose 11, nuk e di sigurt. Edhe bilet bukur do e ka bëu Arsenalit, nëse më e mend. Po, gjatë 2005, 2006 në Carling Cup ja ka bëu 2, mana në Emirates 2010 2, prapë ja ka bëu kur u kthy në 2014-15. Po Thierry Henry si përkufizim, a mendon që ka pas Arsenali më që Silizari? Si Henry jo, dhe s'ka më pas mo, s'besoj, si Messi dhe Ronaldo që s'ka më pas mo, as si kjo s'ka më pas, një sulmus as i sakt, as i shpejt, që është si Henry, as që dimi lidhë zulejtartë. A e ka pas një thoni që ka thonë, unë e kur kom pas Piresin që e ka topin, e kom ditë kamonis. Kur kon Lambergi e kom ditë kamonis, kur ka pas Bergkamp e kom ditë kamonis. Tash sulmus nuk e kanë mua ndjenjë atë që thonë esencën e sulmusit tamam, një non që kështu shokon si kë. Ku jam të sulmus, a mendon që Arsenali ka tamam sulmus që kjo kërës? Po, pse jo. Ma mirë kalon Jesus i thash. Jezusi sa u kthy tash e ka pak ndjenjën e vet që do të më hinë në ekip, është Kupa Botës, i ka disa sulmues si ai Brentfordit që i ka bërë 15-16 gola. Igor Thiago po. Igor Thiago, ai mundet më mal lirisht më përpara se Jezusi, ai ka qef me lut në Kupë Botës se herën e fundit kur ka lut ulën du, su kthy mo, i dështoi pak karrierë. Po. Duhet më kthy ai diçish, i duhet më jap pak më shumë zor. Gyökeres ka problemin që është një lojtar që sa ka ardhur në ekip në Anglia atë din vet është. Det ambientohesh, ha? Ambientohet, pse i ka bërë domu i gat, pa u ndeptu, po. Nëse një gol t'ia bën Interit ke goxha. Një gol Interit, assist Chelsea, gol Chelsea, a dhe duhet më futash. Ka bërë gol pa lidhje, çështja na grand shihem para tre shkurti. Po të ka interesant me po tifozët e Arsenalit me kaq shumë vetbesim se për një mes kanë pas pse me pas kohët fundit. Po pas 3 viteve në vendin e dytë, po më duket që ka me koha ku më shumë ti kena pa tifozët e Arsenalit në televizion.
për këtë Bleonin e ka shkruar Grant, kam na shkruar shumë tjerë. Sidomos më bëhen fitu kundër Chelsea në shkurt, masane edhe derbi tjerë, kur mendon që ka mos siguru liga Bleon? Me siguri ka prilli, fundi i prillit, mesi i prillit çashtu, nuk kena mi prit mojën zvesaj. Se prit një mojën? Jo, kam qef mi po në ekipet u na bo guard of honor, se jena me të kesh në ato bo tjerë. Me dolar ashtu më prit. Po, e kur ta fitoj mas e kretë ekipës kanë çore pa na dal. Që tash vazhdo ti fol në Sano tash ku i ka Arsenali luajtë të fundit, do ta shoh inshallah pa hi se ka me Chelsea në ka fundi muajit. Nuk e ka. Me City ne ka ekip top 6 vetëm që ka ata me 13 prill më doket. Me mu bo puna mja bo Chelsea guard of honor. Së ka borjeti. Mu bo puna mja bo Chelsea shkon diçka e pa falshme. A den se diçish është i far, pa çan ndodhi kundër Realit të Barcelonës, që refuzoi Reali mja bo Barcelonës. Edhe pse ajo është momentin është ama sportiv që ekziston, mja bo një far respekti kundërshtarëve që sapo të kanë poshtë, po prapse për shkak të rivalitetit që kanë Chelsea Arsenal. Edhe unë kam një koment në Facebook në 2013, ja kam lënë dikujt pa ta thonë që sa ti jam gjallë s'kam mri Arsenal me ftu ligën. E me mu bo, që është përdoke që po bohet, tutna që kanë me pocit shumë që thonë. Po, unë i pare ku me shkru. Po, ja, sigur, ti e plot tjerë që kanë shkru, po, qojmë, unë menoj që 7 pikë nuk janë të pa mundra mos më rekuperu nga tjertë, po shpresojmë që mund Manchesteri dillen. Po, Manchesteri. Ajo mund ajo? Jo, më s'ka shansa, Manchesteri me na mujta. Ana edhe pyetje ka fundi. Kush mendon që mund më shaktu dhe një apo dy humbje deri në fund? Tash keni sa humbje? Aston Villa, Liverpooli, veç të dy. Veç dy. Po. Koko. Shtat fitoren Champions. Me qetratë bën veç dy humbje më bo. Nëse për gjithë sezonin e bë dy humbje. Po, çfarë është për dy humbje. Me City e keni jashtë? Në Etihad, po. Okej, ata e muin. Shumicën e lojave kena në shpesi kena kryer fillim sezonit jashtë, kena shkuar Newcastle jashtë, Stamford Bridge. E pas kanë veçëllon me City jashtë. Unë në postimet e mia fund në Facebook kam thonë që Arsenali nuk e shoh për titull, po më duket me çetë emision po e vulosi ose po e dëshmoj ose po rafena me një fjalë, po e pranoj që Arsenali kur më afër titullit sukon, pothuajse 90%. Edhe Bleoni është veç i pari që po vjen këtu për Arsenalit, sepse kanë marrë shumë tjerë. Sepse kam se marrë dhe kam në alo, Allah. Falë që për thonë, po e meritojnë. Mune me thonë që radhë ka ndodhë që një ekip me dalë 3 herë në vend dytë, me radhë, edhe mos më bu kampion, kështu që nëse zboj edhe i stash Bleon. A hek dorë për Arsenalin nëse zboj kampion? Jo, kor. Pse me hek dorë? A hek dorë Arteta nëse zboj kampion ose si vjet? Besoj po. Do e pa thonë një intervistë që nëse edhe si vjet. Nuk e di se është e vërteta ajo reale, por nëse edhe si vjet atëherë po jetë morali i ekipit, a? Nuk është ai, thotë vetë e pranoj. Sa i mundohet ekstrem shumë. Një trajner që mundohet si Arteta e ka ngrit shumë ekipin bile, aty kështu aspektin që ka marrë në fillim, van 8. Amo plan një mesazh fundit më jep shikuesve për Arsenalin bashkë fansave tu, edhe ndash me nguc Manchesterin ose Chelsea në esencë aty. Chelsea në Manchesterin, s'kena nevojë më lodh na me këto klube të vogla vallai. S'janë mo në kaliber tonë. Sun foli mo tash. S'jeni mo. Edhe kemi pa në shkurt për shembull një fitore e thjesht 2-0, 3-0. S'kemi na bë gol ju në Emirates skor. Më duket herën e fundit 5-1, 5 Havertzi pa të festu diçka. Edhe White pa të bëu 2 golla ashtu, Bryce i kroi dia. Mo do të kena shumë po presim shpejt. Bleon, po duhet të falenderoj shumë që ke. Di që je shumë entuziast, na po presim jeno 3 muaj plota sezonit futbollit në Angli. Kështu që ka të bëu deri atëherë na jena këtu. Për gjithë ju tifozë tjerë të klubeve të ndryshme në Kosovë, kuptohet që janë klubeve angleze, spanjolle, italiane, qoftë edhe gjermane, na ju presim në podcastin Jetori 12, kuptohet që për momentin Arsenalin pak më entuziast, po na shton ndrojnë sanet. Faleminderit shumë dhe shihemi episodin tjetër. Go Gunners.